Plakat e prillit, s'do na lën rehat. Si lindi legjenda dhe cili version duhet të besohet? Pavarësisht se nga shumë prej jush mund të duket thjesht një mit, koha ka treguar se plakat e prillit kanë qenë të vërteta. Në çdo periudhë mes 25 marsit dhe 25 prillit, pavarësisht se jemi në stinën e pranverës, i gjithë vendi përfshihet nga rreshtet e shiut dhe nga ulja e temperaturave. Por si është legjenda e plakave të prillit? Këtë mit, disa prej jush mund ta kenë dëgjuar nga prindrit apo gjyshrit, por ndoshta e keni fshirë nga kujtesa. Sipas gojdhënave shqiptare, një plak shkoi në mal për të kullotur bagëtit dhe duke parë motin e ngrohtë e me diell tha: "Tani unë do t'i kullos për qef bagëtit. Lam tu mirë dimër, shkofsh në djall." Në këtë moment, prilli ose marsi tha: "Shkurt o im vëlla, më jep 3 ditë hua ta ngrij plakën." Menjëherë pas kësaj, legjenda thot se u bë aq ftohtë sa që plaka ngriu me gjithë bagëtit në mal, duke u kthyer në shkëmb. Mali i Tomorit është vendi ku plakat u ngrin me bagëtit, ndërsa sipas gojdhënave, në atë vend sot gjendet një gur në formën e një plake, ku edhe sot e kësaj dite buron ujë, që thuhet se janë lotët e plakës. Kjo gojdhën është e njohur thuajse në gjithë Ballkanin, por siç ndodh me legjendat, ajo vjen në versione të ndryshme. Në ditët e sotme qarkullojnë edhe 2 versione të tjera të legjendës. Plakat e prillit janë 7. 7 plaka morën leshin e bagëtisë dhe dolën në një lëndin për ta tjerë. Duke biseduar me njëra tjetrën, njëra nga plakat i ngriti këngën muajt mars, duke i thënë se tani dimrit ja hodhi dhe marsi i merrte të keqen. Këngën e kënduan të gjitha plakat me radhë. Marsi i dëgjoi dhe i ngriu të shtata. Nga zona e veriut thonë se mullizeza, një lloj shpendi, çeli zojt që në mars. E lumtur nga koha e ngrohtë, ajo filloi ta shante marsin. Na marsh të keqen mars, ka çeli. Këtë muaj marsi e ngriu me gjithë zogj në fole. Numri i mullizezës me zojt e saj është 7, që korrespondon me numrin e plakave. Kjo tregon për një binjakëzim të gojdhënës, lidhur edhe me ngjyrën e veshjeve të plakave dhe të pendëve të zogut. Sidoqoftë, në 3 deri 7 ditë të prillit kthehet dimri, i cili sjell rreshe shiu thuajse në të gjithë vendin, dhe pas tyre vjen pranvera e plotë, e vërtetë.